nderuar shikues të Veriut Sporti me përsërisë së bashku drejt për drejt nga stadiumi Arena Kombëtare ku po luhet Supersfida Vllaznia Ignatia. Pjesa e parë është mbyllur 0-1 në favor të Ignatiës. Kam të pranë një kolege shumë të nderuar, Trevisa Tufa, shumë e njohur në median sportive, gazetare dhe drejtuese e emisioneve sportive. Trevisa, 0-1 pjesa e parë. I drejt ky rezultat? Fillimisht faleminderit, është kënaqësi të jam këtu me ty Gac. Mendoj që është bërë një pjesë e parë më shumë me tension mes të dyja skuadrave në fushën e vlerë, se sa një lojë shumë e drejtë, po themi, edhe e barabartë për të dyja skuadrat. Ishte një gol i shënuar fal një episodi. Shpresojmë shumë që 45 minutat e dyta të jenë më shumë spektakull në fushën e vlerët, edhe pse jo, që edhe tifozët të kënaqen në shkallët e stadiumit, edhe media, por edhe patjetër gjithë tifozët që na ndjekin nga ekrani. Mungesa tek Vllaznia, por një tjetër mungesë i ushtuar rëndësishme dëmtimi i Gurishtës. Sa mendoni se ndikon për vazhdimsinë? Patjetër, sigurisht, sidomos të largohesh nga ndeshja duke lënë ekipin me një mungesë kaq të madhe, sa ç'është ajo e Gurishtës ndikon, qoftë për shokët e skuadrës, qoftë për vetë lojtarin që është dëmtuar, por gjithashtu edhe për trajnerin Edi Martini, i cili po themi është bërë pak me dhimbje koke për te faktit që ka lojtarë të tjerë që mund të luajnë. Sërish peshën e një lojtari të rëndësishëm titullar nuk mund ta zëvendësosh shumë lehtë. Është pompuar shumë kjo pragndeshje si ndeshja e sezonit, ndeshja e vitit, sidomos për Vllaznin, dhe në fakt e tillë është. Nëse Vllaznia sot humbet, thuajse i ka humbur shpresat për të ecur me tej, por si e parashikoni pjesën e dytë, a mund të jetë ndryshime të rezultatit? Patjetër, shpresojmë shumë që të ketë ndryshime, pra e thash edhe pak më përpara, të kemi një lojë më të drejtë në fushën e vlerë, se sa vetëm tensione apo vonesa loje. Duhet që të dyja skuadrat të prodhojnë futboll që edhe vetë tifozët të jenë, po themi, të kënaqur, sidoqë të përfundojnë ndeshjat, pastaj në fund paktën të bëhet një futboll i pastër, dhe gjithë themi që po, pam një ndeshje të bukur në fushën e vlerë, dhe më pas është dhe çështje fati, patjetër. Duhet dhe fati me vete. Diçka edhe për tifozët, në fakt humja e ndeshjes parë me Dinamon 0-2 u duk sikur e zbehu pak interesimin e tifozërisë shkodrane, por përsëri sot ata janë këtu. Të pranishëm kanë mbushur të treja tribunat e stadiumit të kryeqytetit. Është e vërtet, kam parë shumë tifozë të Shkodrës, në fakt prisja shumë më shumë, sepse Shkodra mbahet për tifozët që nuk e kanë lënë kurrë ekipin e tyre të zemrës vetëm, dhe do doja shumë më shumë në shkallët e stadiumit, edhe përballë faktin që Vllaznia sot kishte nevojë më shumë se kurrë, por nuk është se, domethënë është dhe pak largësia që ndikon patjetër. Gjithsesi, Shkodra Vllaznia ka mbështetjen e tifozëve, qoftë në stadium, qoftë edhe në shtëpi, apo kudo që po e ndjekin, edhe patjetër pa diskutim në gjithë vendet e botës që janë tifozë me Vllaznin. Edhe diçka në aspektin profesional, Trevisa Tufa prej shumë vitesh e pranishur në median sportive, në median e shkruar, por sidomos median televizive, e kënaqur për të profesion që keni zgjedhur? Patjetër, ky ka qenë profesioni i ëndrave të mia, e kam zgjedhur me shumë dëshirë. Kam pasur ëndër që jam qenë fëmijë i vogël, kisha qejf të punoj në media. Fatmirësisht, fal punës time të madhe, fal Zotit patjetër, jam këtu ku jam, shpresoj sa më larg çdo ditë për shumë. Faleminderit shumë. Aktualisht jeni në programin televiziv të News 24, në emisionin i cili ka një hapësirë të konsiderueshme për sportin që fal jush, duhet ta pranojmë, dhe ka një ndjekje jo të vogël nga opinioni sportiv, sidomos nga tifozëria, pse jo dhe shkodrane, si ju keni ndërmësuar shpeshherë edhe personazhe nga Shkodra. Patjetër, kemi dashur gjithnjë shumë personazhe nga Shkodra, ka qenë pak e vështirë këtë vit, po themi që të kemi edhe pjesëtar të skuadrës të parë, kjo edhe për shkak se vetë ekipi ka dashur qetësinë mentale për të qenë më të qetë në garën për titull. Shpresojmë shumë që në vijim të kemi sa më tepër personazhe, qoftë nga Shkodra, po qoftë edhe nga qytetet e tjera, sepse patjetër Sport News pra e ka gjithmonë derën e hapur për çdo që do që të jetë pjesë e emisionit tonë. Ndryshe nga ne kolegët e rrethave, se jemi të deklaruar se jemi tifozë të Vllaznisë, vim të ndjekim qytetin tonë, të Shkodrës, Vllazninë e Shkodrës, Trevisa Tufa, për këtë tifo, po themi jashtë kamrës. Ti e di se ku kam qenë tifoze më përpara, se unë patjetër nga shkallët e stadiumit kam ardhur edhe jam bërë sot gazetar.
fare, unë jam shumë profesioniste në punën time, që e vogël kam ndjekur skuadrën e Partizanit patjetër, por kur vjen puna tek puna, çdo gjë është e barabartë pastaj me njëri tjetrin. Që shikon më afër trofeut e tij për ta mbyllur të lidhjen? Është shumë e vështirë për hir të së vërtetës, por në rast se Egnatia do të fitojë sot, kam përshtypjen që Egnatia është pak më e favorizuar për garën për titull. Pastaj në rast se kthehen gjërat, sigurisht vendoset shumë edhe në ndeshjen finale midis Vllaznisë dhe Elbasanit, që do të luhet javën e ardhshme po në stadiumin Erol Benja. Ishim me Tervisa Tufe, një gazetare shumë e gjorë dhe shumë simpatike, pse jo mos ta themi, e ekranave tona televizive, cila analizoi pjesën e parë të ndeshjes Vllaznia Egnatia 0-1 për Rogozhinasit, por në përgjithësi foli edhe për pritshmërinë e fitimit të trofeut dhe disa në aspektin personal. Faleminderit Tervisa për